Faleminderit kryetare, shfrytëzoj rastin që të uroj mandatin si kryetare e Kuvendit, të nderuar deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, nderuar kryeministër, të nderuar ambasador, të cilët po na përcjellni, do doja që të bëj një përshëndetje të veçantë për deputetin Frank Schwabe. Ai ka qenë me ne në Këshillin e Evropës në Strasburg, na ka ndihmuar shumë në votimin që ka ndodhur atje. Thank you very much for your presence here. Të nderuar media, zona dhe zotëri, qytetarët e Republikës Kosovës. Ne jemi sot këtu në një ditë kur ne si deputet, ne si grupe parlamentare, të duhet të reflektonim mbi një program, mbi një ekspoze, mbi një kabinet të kësaj qeverie, të cilin as nuk e kemi pa, as nuk e kemi lexu, por e kemi ndëgju prej kandidatit për kryeministër në këtë foltore. Bile i lexoj as shpejt, sa që u habita që kjo është qeveria më e madhe. Është qeveria që i ka 21 ministra zavendës, kryeministra, pa një kabinet i përbër prej 21 antarëve. Kryeministër, a e din çka ke thonë kur e ke marrë mandatin? Sa ministri? A e tu e ditë që ke themelu një kabinet qeveritar i cili është i përmasave të një shteti të Kinës, jo i Kosovës me 1.7 milion banor. Pra ky kabinet qeveritar nuk është asgjë tjetër përveç akomodim i një pushteti të marrë në mënyrë demokratike, partijak që synim të vetëm e ka të shty një agjendë puro partijake dhe politike. Këtu në sot, normal që në kom fjalim, për shkak se unë jam këtu në emër të grupit tim parlamentar të reflektoj mbi programin, mbi vizionin, mbi idetë e kryeministrit se çka të bëjmë me Kosovën. Në këtë rast, në dua t'i shkoqes vetëm 7 pika të cilat për mua ishin të habitshme dhe dua t'ja adresoj qytetarëve të Kosovës. Para se ta bëj këtë, në emër të grupit parlamentar të Aleancës për Armiqsinë e Kosovës, zotohemi se në çdo punë të mirë, në çdo projekt të mirë, që kjo qeveri e sjell në këtë kuvend, pa marrë parasysh a ju duan as ju duan votat tona, ne do ta mbështesim. Ne po do të jemi këtu me këta numrat që jemi, me ju ballafaqu në atë që mendojmë se nuk është e drejtë dhe është kundër qytetarëve të Kosovës, kundër interesit publik dhe është në funksion vetëm të fuqisë tuaj politike, që ju edhe me drejtë mundi me festue, me manifestue, po mos harroni që në këtë ditë jemi mas një viti blokad e cila i ka kushtu Kosovës me qindra miliona humbje, me një apatit madhe dhe me një ikje qytetarëve dhe të rinisë të Kosovës. Milioni tash t'i thëmë pikat mbi atë që e tha kryeministri Kurti në ekspozeun e tij. A e dëgjuat? Kryeministri tha Kosova kur s'ka qenë më demokratike. Si mundet me uqu një vend që kur s'ka qenë më demokratik? Kur dit edhe natë në mënyrë të rregull sulmohet fjala e lirë e gazetarëve, kur sulmohet shoqëria civile në formën më të ultëmshme, kur secili institucion i pavarur për gjatë këtyre vite është mundu të sulmohet dhe jemi detyru jo në legislaturën që shkoj, por në atë që ishim ta trajtojmë në gjykatën kushtetuese. Kjo ishte qeveria më antikushtetuese, kampion i shkeljeve kushtetuese. Si mundet me uqu një vend demokratik, më demokratik, kur në baza të rregullta sulmohen gjyqësori, institucionet e pavara dhe prej kësaj foltore, ky kryeministër dhe ish presidentja ka thonë që sot jem ne këtu nuk do të bëhet kryeprokurori. Sot Kosova është pa kryeprokuror. Sulmohet në format më të ulta dhe në formën më autoritare, se cili institucion që detyrë vetëm e ka mbikëqyrjen e funksionimit demokratik të shtetit Kosovës. Kjo çështje autoritare dhe mbi gjitha, ky trajtim i Kosovës, institucionet Kosovës, e ka vetëm një emër,
përmes demokracisë është ka instalohet autokracia e cila do t'jetë edhe më e keqe, jam i bindur në qeverinë që po vjen. Një element tjetër sa i përket qeverisës të mirë dhe demokracisë. A e dini dikush që nuk ka qenë antar i lëvizjes dhe vendosja ka mujt me hyrë në një bord pavarur? Politizimi dhe partizimi s'ka i shumë ka ndodhë dhe u po edhe këtu me rritjen e këtij kabineti që do të vazhdoj. Kur flasim tek lufta kundër korrupsionit, a e dini që për 5 vjet kjo qeveri nuk ka arrit ta miratoj strategjinë antikorrupsion. Jemi vendi i vetëm që nuk e ka strategjinë antikorrupsion. Është kjo qeveri që i ka majt afër njerëz të cilët janë me akt akuza dhe me afera serioze korruptive. Për çfarë demokracie dhe qeverisë të mirë jemi të folë. Te çështja e dytë, u fol për mirëqenien. Për çfarë mirëqenie zonja dhe zotëri po flasëm? E njihet në ekspozeun e kryeministrit fjalën sigurim shëndetësor. E dini që diku kujdo që i smuhet prindi dhe ka nevojë me shku në QKUK, ajo familje, ata 3, ballafaqohen me mundimet më të mëdha të mundshme. Am tregoni çfarë investimi, çfarë decentralizimi ka ndodhur shëndetësi për 5 vite. Asgjë, është centralizu qendrat rajonale të mjekësisë. Kjo ka ndodhur. Çështja tjetër, e cila ndërlidhet po ashtu me mirëqenie dhe me shëndetësi. Por çfarë investimesh po flasim tek personeli shëndetësor? Ne në QKUK e kemi personelin e mirë. Aty s'ka kushte tjera. Personel ka, po kushte nuk ka, për 5 vite nuk ka ndodhur. Po nalna pak të një çështje tjetër, tek arsimi. Am tregon dikush, ata qytetarë që po më dëgjojnë, çka ka ndodhur në universitetet publike? Çfarë investime ka ndodhur tek hulumtimi, në shkencë, në arsim? So qerdhi ndërtu? Çka ka ndodhur me cilësinë e arsimit në universitetet publike? Asgjë. Pika e tretë, e cila ishte bukur shumë e elaboruar dhe që lidhet me energjinë. Është ky kryeministër i cili ka thënë kur ka ardhur në qeveri se ne jetojmë në shtetin më të pasur me pasuri të Thëngjillit. A ka ndodhur në investimi vetëm? Është ndal gazi amerikan, është ndal investimi amerikan i kontroglobal që sot e kishun pas mas 20 vjet e tonin, sot kishun prodhu. Dhe mbi gjitha, ajo që ka ndodhur u rrit çmimi i energjisë elektrike. Shiqoni fakturat dhe e sheni. Nalemi pak tek ekonomia. Pyetja thelbësore është, a ka ardhur në investimi i huaj për 5 vjet? Një bre, veç një me thonë, një investim i huaj ka në Kosovë që 5 vjet. Asnjë investim i huaj. Biznesi është ka mbyllët për shkak të presionit, për shkak çmimit të lartë të energjisë. Mos i përmeni fabrikat që i dim. Dhe mbi gjitha, do të thotë ekonomia, mungesa e investimeve kapitale, zonja dhe zotëri, investimet kapitaleve, di që nuk po mundi me më dëgju se po ju vjen rënë. Po këto janë fakte që duhet të keni parasysh. Investimet në shtet si Kosova dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, investitorin më të madh kanë shtetin. Ju e keni suficitin më të madh. Ju e keni menaxhu paran më të madh, buxhetin më të madh historisë të Republikës Kosovës në herë për këtë periudhë 5 vjeçare. Po ndalemi pak tek siguria. Nëse krenaria e Kosovës është ushtria e Kosovës, a e dini jo që për me mu i tërë temë thelbësore e ushtrisë ka qenë sigurimi i ushqimit. Ne e kërkojmë nga jo që tek ushtria investimet të rriten jo me fjalë, jo me fotografi me drona e pastaj me demantue, po me u bo investime reale, njëkohësisht për policinë, u folë për mirëqenie, çka ke bo për policinë e Kosovës. Po nana edhe të 2 pika, dhe po e përfundoj. Tek politika jashtme. Çka ka ndodhur? Ka pas Kosova politikë të jashtme? A e dini ju që ne kemi pas rastin ideal? Shteti jonë është sulmu për një shtet tjetër në rastin Banjska. S'ka mujt me ndodh një ngjarje në një forum ndërkombëtar, në Truez, as Bruxelles, as në Washington, as New York, as në Londër, as askund me argumentu që kem qenë sulmum. E kem rastin, është akt akuza publike.
Dhe gjia zgjatja një fjalën deputeti Tahiri. Asnjë organizim, asnjë politik aktive diplomatike. Ambasadat janë jetim, janë pa mbështetura. Trupa jonë diplomatike e bën atë sa mundet, po jo aq sa ka mbështetje dhe përkraje nga ju. Tek marrëdhëniet me aktorët kyç, po flasim fillimisht për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur ma ullt, marrëdhëniet bilaterale nuk i ka pas Kosova dhe Amerika. A e dini që është vendi ynë që e ka humb marrëdhënien bilaterale, lidhjen strategjike me SBA-n. A e dini që ne kemi qenë në sankcione veç para disa muajve. Dhe jemi, do të thotë, kem humb me mija fonde për shkak një politike totalisht jo aktive. E kem humb antarësimin në Këshillit të Evropës. E kem humb për shkak të eksperimentimit dhe çështjes autoritare. Dhe në fund, jo nga rëndësia, por në fakt, kjo është çështja më e rëndësishme. U fol për vlerat e luftës, u fol për ata në Hag, dhe do të flas pak për Kosovën. O shumë lehtë me thurr e lozhe, e lavdi e mos me bë asgjë. Është kjo qeveri e cila e ka përjashtuar veteranin nga ligji. Është kjo qeveri e cila nuk ka marrë asnjë veprim. Ne presim, unë pretësha nga ky ekspoze që të thuhet diçka edhe rreth kësaj teme. Pra vlerat e lirisë mbrohen vetëm atëherë kur ka veprim qeveritar, ekzekutiv dhe jo me fjalë. E fundit është Kosova. Kosova në qeverinë e kaluar ka pas deklarate që është edhe shtet i përkohshëm. Kosova është arritja më e madhe e shqiptarëve. Kosova e pavarur, demokratike dhe multietnike është arritja jonë kur në historitë shqiptarëve nuk është